التي هم داخلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Ata që debatojnë rreth fesë Allahut të lartësuar, mbasi njerëzit ju përgjigjen asaj dhe e pranuan atë, diskutimet e tyre janë të pavlera tek Allahu i lartësuar, janë të papranueshme. Ata do të kenë zemrimin e Allahut të lartësuar dhe do të vuajnë dënim të dhëmshëm në ahiret, në zjarrin e xhehenemit. Këtu Allahu i lartësuar flet për ata njerëz që refuzojnë të vërtetën me kokëforci. Mbasi del në pahë e vërteta me argumente të qarta, ata e kundërshtojnë atë. Dhe jo vetëm kaq, po kërkojnë që edhe besimtarët të cilët janë përgjigjur thirrjes, e kanë pranuar Islamin, që ta lënë fenë e drejtë, të kthehen në kufër, të kthehen në xahiliet. Allahu i lartësuar ka përmendur se debatet e këtyre njerëzve, diskutimet e tyre, dyshimet që i sjellin ata dhe që i paraqesin si argumente, janë pa vlefshme, janë pa pranueshme tek Allahu. S'kan vlerë, s'do të kenë dobi. Dhe Allahu i lartësuar i ka paralajmëruar ata për zemrimin e tij. Ata do marrin zemrimin e Allahut dhe ata do të përfundojnë në dënimin e dhëmshëm të Allahut të lartësuar. Ky ajet vjen pas fjalës së Allahut të lartësuar të përmendur në ajetin e mëparshëm: La hujjata bainana wa bainakum. S'ka diskutim, s'ka debat më mes nesh dhe mes jush, mbasi e vërteta u bë e qartë, mbasi argumentet janë të qarta. Përderisa kundërshtarët refuzojnë të vërtetën me kokëforci, të argumentet u janë përcjellë atyre qartësisht, nuk ka pse të bëhet më diskutim me ta. Dhe kundërshtarët e të vërtetës debatojnë, diskutojnë, me qëllim që muslimanët ta lënë fenë e Allahut. Ata që janë përgjigjur thirrjes, ata diskutojnë rreth Allahut, rreth fesë së Allahut të lartësuar, që t'i kthejnë njerëzit në kufër, ky është qëllimi i tyre. Prandaj Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka treguar se flitet për idhujtarët, ajeti flet për idhujtarët të cilët diskutonin me besimtarët që ta linin fenë dhe të ktheheshin në xahiliet. Sipas disa dietarëve të tjerë të hershëm, ajeti flet për jehudit dhe krishterët, të cilët u thoshin muslimanëve, feja jonë është më e mirë se feja juaj. Dhe profeti ynë është më i mirë se sa profeti juaj, sepse feja jonë ka dalë para fesë tuaj. Dhe profetët tonë, Musa dhe Isa, kanë qenë para profetit tuaj. Të gjitha këto ishin diskutimet pa vlefshme, se në të vërtetë feja e gjithë profetëve është një, është Islami. Kjo është feja e Musait, Isait dhe Muhammedit alayhimus salatu wassalam. Ndërsa bindja apo besimi në të cilin ftonin jehudit dhe krishterët ishte devijim nga rruga e drejtë e Musait dhe Isait. Musai dhe Isai e kanë parathënë se do të vinte Muhamedi alayhi salatu wassalam, se do t'i vinte shpallja, dhe se njerëzit duhet që të pasonin profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që të gjitha diskutimet e tyre ishin pa vlefshme. Kështu që diskutimet e atyre që kërkojnë t'i largojnë muslimanët nga feja e Allahut, mbasi e kanë qartë vërtetën, padyshim që janë pa vlefshme. S'kan vlerë tek Allahu. Nuk janë të pranueshme. Ajeti i paralajmëron për zemrim të Allahut të gjithë ata që e kundërshtojnë të vërtetën me kokëforci. Të gjithë ata që debatojnë
duke refuzuar të vërtetën, e kupton të vërtetën, e kupton hakun dhe e kundërshton, dhe diskuton për të mbrojtur të kotën. Të gjithë ta marrin zemrimin e Allahut. Dhe nëse vazhdojnë kështu, pa bë tobe, do përfundojnë në dënimin e Allahut në ahiret, në zjarrin e xhehenemit. Allahu lartësuar na ruaj prej tij. Prandaj duhet që besimtari të ruhet nga diskutimet, nga debatet që përbëjnë refuzim të vërtetës. Dhe gjithashtu nëse marrin, domethënë kuptojmë që dikush kundërshton të vërtetën me kokë forci, nuk ka pse të vazhdojnë diskutimin me ta. Ne paralajmërojmë për zemrimin dhe dënimin e Allahut. Themi kemi frikë nëse vazhdon në këtë gjendje që të marrësh zemrimin e Allahut. Marrësh dënimin e Allahut në zjarrin e xhehenemit. Kështu ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Zemrimi i Allahut sjell dënimin e tij në zjarrin e xhehenemit. Allahu i lartësuar na ruaj nga zemrimi i tij dhe nga dënimi në ahiret. Allahu shpëlbeft të mira, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Jazakallah.